Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për 2 të arrestuarit e parë gjatë operacionit antikanabis në Dukajin të Shkodrës. Gjon Det Bungu, me detyrën kryeplak i fshatit Plan të komunës Pult, do qëndrojë në burg deri më 10 shtator për efekt të grumbullimit të provave. Arrest në burg ma fat deri në datë 10 shtator. Për fshat në atjera kojësit edhe vetë, po ndërmën po tanë, po tanë. Në të akor se kom shkuin prekori me bon kaltimin për nësim, kanë të shpinë për dhe ta ma ko bon prekoreria dhe gjithka. Kam shkua se më kanë të shpinë, më kanë dashkite, më kanë vjellë. Avokati mbrojtës Anton Kosteri kërkoi që të njëjtën peshë të faj duhet ta ketë edhe inspektori i policisë së zonës. Nuk mund të lëvizim. Ky edhe drejt pra në vende që janë të rrafshta, siç është në qytet në trotuaret e tjerë, e ka pa mundur me lënë më shkuat në Malsi, në majën e Malit dhe në vërtet kurse ku ka dhe ku s'ka drogë. Ndërsa seanca gjyqësore ndaj 19 vjeçarit Paldushku zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të sekretit që përmban çështja e cila është nën hetim. 19 vjeçari akuzohet edhe si një ndër 10 personat që ka shtënë në drejtim të forcave të policisë.